Horoskopi javor për javën 20 deri 26 korrik 2026. Dashje. Kjo javë të fton të jesh i sinqert me veten dhe me njerëzit që kanë rëndësi në jetën tënde. Në fillim të javës, hëna në fazën e çerrekut të parë në peshore ndriçon sektorin e marrëdhënieve dhe sjell një moment ku disa biseda nuk mund të shtyhen më. Nëse ke shmangur një diskutim me partnerin, një mik apo një bashkëpunëtor, tani është koha të përballesh me qetësi dhe pa paragjykime. Nuk është e nevojshme të zgjidhësh të gjitha gjërat menjëherë, por gjëja më e rëndësishme është të shprehësh qartë atë që ndjen dhe atë që mendon. Marrëdhëniet bëhen më të forta kur të dy palët zgjedhin të mirëkuptojnë njëra tjetrën dhe jo kush e kush të fitojë debatin. Rreth datave 20-21 korrik, mos harxho energji duke u shqetësuar për gjëra që nuk mund t'i ndryshosh. Përqendro tek detajet dhe tek hapat praktik që bëjnë jetën tënde më të lehtë. Organizoj gjërat. Përpara se të kërkosh diçka nga të tjerët, mendo mirë se çfarë je gati të japësh edhe ti. Kompromisi, durimi dhe komunikimi do të japin shumë qetësi. Nga 22 korriku, me hyrjen e diellit në luan, energjia jote ndryshon dukshëm. Zgjuhet ana krijuese, dëshira për argëtim dhe për të shijuar më shumë jetën. Nëse ke një projekt që e ke mbajtur për vete, është momenti që ta prezantosh. Jeta sentimentale, atmosfera është e ngrohtë dhe flirtet apo njohjet e reja që mund të lindin natyrshëm janë të pranishme, sidomos për beqarët. Nëse je në një lidhje, gjej kohë për të kaluar momente me partnerin. Më 23 korrik, Mërkuri rikthehet në një lëvizje të drejtë, duke mbaruar retrogradën. Ai sjell më shumë qartësi në çështjet e familjes dhe shtëpisë. Keqkuptimet do të fillojnë të zgjidhen dhe vendimet që lidhen me pronat apo shtëpinë do të merren me shumë siguri. Në punë, financa, data 22 dhe 23 janë ditët më të favorshme të javës. Mund të shfaqet një mundësi për të rritur të ardhurat, mund të marrësh një bonus apo një pagesë shtesë. Investimi më i mirë mbetet tek vetja. Datat 25 dhe 24 korrik, vëmendja kthehet tek shtëpia dhe familja. Nëse planifikon shpenzime, rinovime apo blerje, mos u nxito, informohu mirë dhe dëgjoj këshillat e njerëzve me përvojë. Vendimet e menduara mirë do të kursejnë para dhe do të sjellin rezultate më të mira. Këshilla e javës. Mos prit që gjithçka të bëhet e përkryer për të vepruar. Një bisedë e sinqertë dhe një hap i vogël në drejtimin e duhur mund të ndryshojnë gjërat më shumë se ç'e imagjinon. Demi. Kjo javë të fton të flasësh hapur për çfarë ke brenda në shpirt. Zakonisht ti je një person që i mban gjërat për brenda shpirtit dhe preferon t'i tregosh me veprime, por tani duhet të bësh një ndryshim të madh. Një bisedë e sinqertë me partnerin, me dikë që të pëlqen, apo me një person të afërt mund të largojë keqkuptime që janë grumbulluar prej kohësh. Nëse je beqar, mos ke frikë të tregosh interesin tënd. Ndonjëherë një fjali e thjeshtë vlen më shumë se sa një heshtje. Për sa i përket punës, datat 20-21 korrik, e hëna dhe e marta janë të favorshme për të rritur të ardhurat dhe për të krijuar mundësi të reja. Nëse je duke kërkuar punë, mund të dërgosh CV-n, të kontaktosh njerëz dhe të ofrosh aftësitë dhe talentet e tua. Nëse je në një vend pune, përpiqu të japësh më shumë se zakonisht, sepse përpjekja mund të vërehet dhe mund të shpërblehet. Çështjet që gjatë javëve të fundit kanë ecur pak ngadalë, si disa dokumenta, projekte, kontrata, komunikime, tani fillojnë të zhbllokohen. Në fund do të ndjesh se gjërat do të marrin drejtimin e duhur. Për sa i përket anës financiare,
Java nis me mundësi të mira fitimi. Në datat 25 dhe 24 korrik duhet të tregohesh pak i kujdesshëm. Mund të tundohesh të shpenzosh më shumë për argëtim, dalje apo për të bërë përshtypje të tjerëve. Kujto se respekti nuk blihet me para, menaxho buxhetin me qetësi dhe mos prano të paguash për favore ose për të kënaqur të tjerët. Në familje apo me njerëz të tu të dashur, datat 22 dhe 23 korrik janë datat ku dalin në sipërfaqe emocione të forta. Dikush mund të mos jetë në një mendje me ty dhe kjo mund të krijojë tension. Mos e lër zemërimin të rritet. Dëgjoj me kujdes, trego mirëkuptim dhe prano kompromisin kur është i nevojshëm. Një bisedë e qetë do të jap rezultate të mira, madje më shumë se sa një reagim i nxituar. Shëndeti lidhet shumë me gjendjen emocionale këtë javë. Mos u ngarko me strese. Duke mbajtur gjithçka për brenda, gjej pak kohë pushim, eci aktivitet që të qetëson mendjen. Kur ti ndihesh mirë me veten dhe vendimet që merr bëhen më të qarta. Këshilla për ju, mos i mbaj ndjenjat të kyçura për brenda. Kjo javë një bisedë e sinqertë mund të jetë ajo që mund të hapë dyert të cilat kanë qenë të mbyllura. Binjakët. Kjo javë do të sjellë një frymarrje të re pas një periudhe që ka qenë e lodhshme, sidomos nga ana financiare. Gjatë kohëve të fundit mund të jetë dukur sikur diçka vonohej, planet ndryshonin dhe shpenzimet dilin jashtë kontrollit. Tani dal nga dal, mjergulla do të fillojë të shpërndaret dhe ti do ta kesh më të lehtë të kuptosh se cili është hapi i duhur. Zgjedhjet që ke kërkuar prej kohësh fillojnë të shfaqen. Në dashuri, kjo është një javë që të kujton se jeta nuk është vetëm përgjegjësi. Nëse je në një lidhje, mund të kallosh më shumë momente argëtimi me partnerin dhe mos lejo që rutina të zërë vendin e emocioneve. Nëse je beqar, mos prit momentin e përsosur për t'ju ofruar dikujt që të pëlqen. Një bisedë spontane, një ftesë e thjeshtë mund të jetë fillim i diçkaje të bukur. Besoj intuitës dhe mos e lër frikën të ndalojë. Në punë, datat më të favorshme janë 20, 21 korriku, mund të krijosh kontakte dhe të zgjerosh njohuritë tua. Shoqërohu me njerëz që të frymëzojnë, por mos prano oferta që nuk bindin ose që kushtojnë më shumë se sa mund të përballosh. Më 22 dhe 23 korrik tregoj qartë se çfarë mund të bësh dhe mos premto më shumë se sa ke mundësi të realizosh. Fjalët e zgjedhura me kujdes dhe sjellja e mirë të ndihmojnë shumë. Në 24 dhe 25 korrik komunikimi bëhet arma jote më e fortë. Një ide, një bisedë, një takim mund të sjellë një mundësi që nuk e kishe parashikuar. Financat fillojnë të stabilizohen. Nëse kohët e fundit është dukur sikur parat hynin dhe dilnin menjëherë, kjo javë shënon fillimin e një periudhe më të favorshme. Mund të lindin ide të reja për të fituar. Megjithatë, hye të thonë, mbaje nën kontroll buxhetin dhe mos shpenzo vetëm për t'ju përshtatur të tjerëve. Shëndeti përmirësohet kur i jep vetes kohë për të shlodhur dhe për të bërë gjëra që të japin kënaqësi. Muzika, leximi apo një hobi i harruar mund të mbushin me energji pozitive. Mos e nënvlerëso forcën që ka një mendje e qetë. Këshilla e javës: beso ideve të tua dhe fol pa hezitim. Një mundësi e rëndësishme mund të vijë pikërisht nga një bisedë që në fillim mund të duket e zakonshme. Gaforja. Hana çariku të parë të kujton se jeta që po ndërton fillon nga themelet mbi të cilat po qëndron. Ky lunacion aktivizon zonën tënde të familjes, të shtëpisë dhe themeleve emocionale, duke të sjellë pikën e parë të kontrollit që nga hana e re në shenjën tënde javën e kaluar. Nëse ke vendosur qëllime për të krijuar një ndjesi më të madhe paqe, këtu duhet të fillosh të zbatosh ato. Mund të duket e nevojshme të bësh një bisedë të sinqertë me një antar të familjes, të riorganizosh
hapësirën ku jeton, apo thjesht të pranosh se nevojat e tua emocionale meritojnë po aq vëmendje sa të tjerat. Sa më i mbështetur të ndihesh në jetën tënde private, aq më të lehtë do ta kesh punën. Për sa i përket sektorit sentimental, 23 korrik, Mërkuri kthehet në ecje direkte në shenjën tënde dhe do të bëjë të ndihesh sikur më në fund po i rikthehesh vetes. Mjegulla mendore fillon të largohet dhe bisedat me partnerin apo njerëz të dashur bëhen shumë më të lehta. Është një lehtësim i madh që prapavia mbaroi sepse për një muaj rresht ka krijuar vonesa, gabime, ka tërhequr njerëz nga kaluara jote në botën tënde. Dhe ne të themi urime mbijetove. Tregohu i matur në datat 22 dhe 23 korrik, ndaj vetëm atë që është absolutisht e nevojshme duhet të bësh. Mos u shpërndaj shumë në gjëra të tjera. Mos jep shumë informacion sepse dikush mund ta përdorë atë kundër teje. Në datat 20 dhe 21 korrik nga ana punës, ki parasysh të ndërtosh diçka që dëshiron të arrish. Mbaje mendjen të hapur dhe mos bli ide të kota të tjerëve. Je pasionant për objektivat e tua, zgjero rrjetin e njohurive dhe hulumto gjëra që do të ndihmojnë në punë. Vendimet që të dukeshin të pamundura javë më parë, tani do të duken më të thjeshta. Besoj sërish vetes. Ke grumbulluar urtësi gjatë retrogradës së Mërkurit dhe tani je gati të ecësh me mendje të qartë. Nga ana financave, sezoni luanit nis më 22 korrik dhe aktivizon sektorin tënd të parave dhe vlerësimit të vetes. Kjo do të hap dyert për një bollok të madh dhe mundësi të shkëlqyera për të rritur financiarisht. Pa asnjë dyshim ti mund të pasurohesh këtë vit. Plani jot financiar i hartuar në datat 24 dhe 25 korrik do të qartësoj mendjen dhe do të inkurajoj të jesh më pak kursimtar kur bëhet fjala për pamjen dhe veten tënde. Shëndeti reflekton vlerat e tua. Çfarë ka në të vërtetë rëndësi për ty në jetë? Mbaje mend se zotëron gjërat që duhet ta bëjnë jetën tënde më të lehtë dhe jo e kundërta. Kushtoj vëmendje ambientit ku jeton, zgjidh një stil dhe një pamje të freskët në fundjavë, e cila do të rrisë vetbesimin dhe shanset për të ecur përpara. Ti e ke veten tani plotësisht në dorë dhe e di se çfarë meriton. Luani. Ndoshta duhet të bësh një bisedë të rëndësishme, të dërgosh një mesazh që e mban brenda apo thjesht të kuptosh që po rri mbi një ide që është gati të dalë nga bloku shënimeve dhe të hyjë në botën reale. Ki besim tek vetja dhe fol qartë, pa pritur gjërat të kthehen mbrapsht. Çdo ëndër e madhe fillon kur dikush guxon të thotë me zë të lartë. Këtë javë ky person i je ti. Për sa i përket dashurisë dhe marrëdhënieve, po vjen një periudhë e preferuar e vitit. Sezoni i luanit nis me 22 korrik. Me Jupiterin fatlum tashmë në shenjën tënde ti po hyn në një nga kapitujt më ndriçues dhe më të gëzueshëm me fat që ke përjetuar në këtë dekadë. Kjo është periudha e rikthimit tënd diellor dhe universi po të kujton se kush je në të vërtetë. Ti do të tërheqësh njerëz dhe situata të favorshme, sepse rrezaton vetbesim dhe siguri. Në dashuri kjo të bën të papërmbajtshëm. Megjithatë, kujdes në datat 22 dhe 23 korrik, pasi çështjet personale mund të acarohen pak. Mos lejo që emocionet e momentit ju udhëheqin në mënyrë të verbër. Aty ku duhet maturi dhe fakte, vepro me mend dhe qetësi. Për sa i përket punës, në datat 20-21 korrik duhet të vendosësh më shumë përpjekje në shtëpi dhe në ngritjen e profilit tënd profesional. Nuk është koha të qëndrosh duar kryq apo në hije. Nëse jep maksimumin, do të largosh çdo lloj konkurrence. Dielli në shenjën tënde për 4 javët e ardhshme rrit energjinë dhe entuziazmin tënd. Ky është momenti i duhur për të formuluar qëllime të qarta dhe për të ndjekur ato me vendosmëri.
Pjesëmarrja në aktivitete apo takime në datat 24 dhe 25 korrik do të frymëzojë. Për sa i përket anës financiare, tani si Dielli dhe Jupiteri janë në shenjën tënde. Kjo është një dhuratë e rrallë që ndodh një herë në 12 vjet. Mundësi për rritje financiare i ke të mëdha. Përfiton nga kjo energji e yjeve. Do ndjesh dëshirën për të shpenzuar para për gjëra të bukura, për veten apo njerëzit e dashur. Por kujdes me detajet e biznesit dhe kontratave në datat 22 dhe 23. I pak i sinqert, paguaj faturat në kohë dhe kujdesu për mbarvajtjen e punave. Më 23 korrik, Mërkuri kthehet në ecje direkte në zonën tënde të spiritualitetit dhe shërimit dhe duke të sjellë mbylljen e një periudhe disa javore reflektimi. Nëse në pjesën e parë të korrikut je marrë me pastrimin e rrëmujës emocionale, pjesa e dytë ka të bëjë me shkëlqimin tënd pa kërkuar falje askujt. Një situatë emocionale mund të ndikojë negativisht në shëndetin dhe mirëqenien tënde. Mos e lejo këtë. Fundjava do të gjallërojë. Gjej kohë për aktivitet fizik, sporte në skuadër apo thjesht për të zgjeruar rrethin e miqve. Virgjëresha. Virgjëresh. Ke disa qëllime në kokë të cilat i ke vënë vetes për bollokun dhe mirëqenien tënde. Do të kuptosh se ke një aftësi të cilën duhet ta aplikosh në jetë. Mbaj syt nga e ardhmja, por jeto të tashmen. Zgjedhjet që do bësh këtë javë kanë fuqi të forcojnë financat dhe besimin tënd në muajt që vijnë. Për sa i përket dashurisë dhe marrëdhënieve, Mërkuri, planeti yt udhëheqës, kthehet në ecje direkte në datën 23 korrik dhe kjo do të ndihmojë që bisedat të rrjedhin lirshëm. Nëse ke pritur një moment që të rilidhesh me dikë për të rikthyer tek njerëzit e tu me më shumë vetbesim, kjo kohë po punon në favorin tënd. Megjithatë, datat 20-21 korrik mos lejo që zgjedhjet apo ndryshimet që bën dikush tjetër të tundojnë të bësh të njëjtën gjë. Bëj atë që është e mira për ty dhe jo çfarë të tjerët të thonë. Në fundjavë, mos qëndro pranë personave të cilët ushtrojnë presion apo manipulim ndaj teje. Mbroje veten vetëm me marrëdhënie të sinqerta. Për sa i përket punës dhe karrierës, pjesa e dytë e javës vjen si një frymëmarrje e lehtë dhe e freskët. Java nis me nevojën për të bërë kontrolle dhe kërkime faktesh para se të angazhohesh në diçka. Përfitimet më të mëdha do t'i kesh nga eventet të cilët kanë të bëjnë me njerëzit. Ato do të gërshetojnë punën dhe kënaqësinë. Në datat 22-23 korrik do kesh një pamje më të qartë nga brenda mundësive që të rrethojnë. Ndaj shiko si mund të përfitosh dhe të mësosh nga këto perspektiva interesante. Marsi ndodhet në pikën më të lartë të hartës tënde, duke zgjeruar ambicien tënde për sukses. Përdore këtë energji për të vendosur synime të reja që do të japin një qëllim të qartë dhe kontroll mbi të ardhmen tënde. Financat kërkojnë këtë javë maturi. Merr kohën tënde për të marrë vendime, pasi nxitimet mund t'ju kushtojnë financiarisht. Në datat 24 dhe 25 korrik një mundësi do të shfaqet. Mund të mos jetë aq e bukur, por gjithsesi është një mundësi. Largohu nga çdo ofertë që të shtyn të veprosh para kohe dhe mbroj me kusht kursimet dhe pasuritë e tua. Nga ana tjetër, javët e ardhshme janë një kohë e mirë për të blerë gjëra të bukura për garderobën tënde. Do të dukesh shkëlqyeshëm dhe kjo do të rrisë vetbesimin. Për sa i përket mirëqenies shëndetësore, sezoni i luanit hyn zyrtarisht në datën 22 korrik. Ai aktivizon zonën tënde të spiritualitetit dhe të shërimit së bashku me Jupiterin. Kjo është një periudhë e mrekullueshme që ti të pushosh, të dëgjosh intuitën dhe të bëhesh gati për sezonin tënd që po vjen shumë shpejt. Merre si një marrje fryme përpara se të fillojë ditëlindja jote. Duket se viti yt personal po shkon drejt fundit. Përdori 4 javët e ardhshme
për të menduar se çfarë dëshiron vërtet në vitin e ri. Me që askush më shumë se ty nuk i pëlqen të bëj lista, ulu dhe shkruaj qëllimet tua. Ndoshta ditëlindja do të sjellë një paqe të madhe mendore dhe qartësi emocionale. Peshorja. I dashur peshore, ti duhet të balancosh nevojat e tua personale me përgjegjësitë që po mban bisupe. Mund të ndihesh pak i tërhequr në drejtime të ndryshme në fillim, por zgjidhja nuk është që ti të kënaqësh të gjithë. Dëgjoje veten përpara se të kërkosh mendimin e botës. Nëse po prisje leje për të marrë një vendim, konsideroje këtë si dritë jeshile nga universi. Dashuria dhe marrëdhëniet me njerëzit. Pjesa e dytë e javës do të jetë më e lehtë dhe më sociale. Sezoni i luanit që nis më 22 korrik aktivizon zonën tënde të miqësisë dhe shoqërisë. Ky është një nga momentet më të mira për të zgjeruar rrethin tënd, për të takuar njerëz të rinj. 4 javët e ardhshme do të jenë plot biseda të këndshme, duke nisur nga kjo javë. Megjithatë, vendosi emocionet më njanë, datat 20-21 korrik. Mos lejo që dembelizmi apo hatërmbetje të të lënë pas. Në 22 dhe 23 mos i zmadhoj gjërat kur duhet t'i thjeshtosh. Mbaj planet për vete dhe shijo dashurinë pa bërë zhurmë të madhe. Në 23 korrik, Mërkuri kthehet në ecje direkte në sektorin tënd të karrierës, duke të ndihmuar në planet profesionale të marrin hovë. Projekte dhe vendimet e rëndësishme do të rrjedhin natyrshëm. Mund të emërohesh në krye të një grupi, të marrësh një pozicion lider drejtues. Thuaj po sepse do të shkëlqesh. Pak më shumë veprime dhe më pak fjalë në fillim të javës do të rrisin profilin tënd në punë dhe në karrierë. Qëndro aktiv në datat 24 dhe 25. Komunikimi me njerëzit do të ndihmojë të arrish qëllimet. Për sa i përket financave, ndër veprimet me miqt dhe grupet e reja, nuk do të sjellin vetëm gëzim, por dhe përfitime praktike dhe financiare. Është koha ideale që të vendosësh objektiva të qarta afatgjata. 22 dhe 23 korrik, bëj hapa të matur dhe fokusohu te gjërat që përshpejtojnë rrugtimin tënd ekonomik, pa shpenzuar energji në projekte pa vlerë. Për sa i përket mirëqenies dhe shëndetit, udhëtimet, lëvizjet dhe takimet në fundjavë do të ndihmojnë të qetësosh mendjen dhe të largosh stresin e mbledhur. Kap çdo mundësi për të lëvizur pasi ke nevojë për pak aventurë në jetën tënde. Do të mësosh gjëra të reja në fillim të javës. Duke disiplinuar veten dhe duke ndjekur një rutinë aktive, shëndeti yt mendor dhe fizik do të jetë në ekuilibër të plotë. Akrepi. Duket se java fillon mirë. Ke një ftesë për të ngadalësuar pak ritmin dhe të dëgjosh intuitën tënde. Nëse ke mbajtur një peshë emocionale pa e kuptuar, kjo javë do të ndihmojë të ulësh atë në tokë. Kalo shumë kohë duke medituar apo thjesht duke qëndruar në një ambient që të qetëson mendjen. Zbulimet më të mëdha vijnë kur ti i jep vetes hapësirë. Në 23 korrik, Mërkuri kthehet në ecje direkte në gafore duke sjellë qartësi në vizionin tënd për të ardhmen dhe marrëdhëniet. Megjithatë, trego kujdes në datat 20 dhe 21 korrik. Ndarja e informacioneve shumë personale mund të sjellë probleme, pasi dikush mund t'i përdor fjalët e tua kundër teje. Situatat në shtëpi në datat 22 dhe 23 korrik mund të fryen më shumë se ç'duhet. Vendos energjinë tënde në aktivitete që të largojnë stresin dhe të ndihmojnë të fitosh në gjërat që të prekin zemrën. Pjesa e dytë e javës ndryshon marshin në mënyrë spektakolare. Në sezonin e luanit që nis me 22 korrik dhe pozicionohet në maj të hartës tënde, duke ndriçuar sektorin e karrierës dhe trashëgimisë bashkë me Jupiterin,
dhe kjo gjë ndodh një herë në 12 vjet, ti do të kesh një dukshmëri të jashtëzakonshme, vlerësim dhe mundësi të mëdha profesionale. Pa bërë shumë përpjekje, do të kesh lënë bresa tek të gjithë njerëzit, veçanërisht tek shefat dhe eprorët. Nëse të kërkohet të marrësh përgjegjësi të reja, thuaj po, sepse suksesi është i garantuar në këtë periudhë. Pozicioni i yjeve të garanton ngritje në detyrë, vlerësime rroge këtë vit. Por në planin afatshkurtër, tundimi është armiku yt, sidomos në datat 25 dhe 24 korrik. Ke një dëshirë për të shpenzuar për argëtime apo për gjëra që nuk të kërkohen domosdoshmërisht. Mos i tregoj njerëzve lëvizjet e tua financiare, sidomos në fillim të javës. Studioj situatat me kujdes përpara se të investosh. Disa çështje ligjore apo financiare mund të shkaktojnë ankth. Sfidat që prekin shëndetin kërkojnë që ti të shohësh brenda trupit dhe të eliminosh stresin. Fundjava do të kërkojë të kontrollosh dëshirën për teprime në ushqim apo pije. Qëndro i përgjegjshëm ndaj trupit tënd dhe shfrytëzoje këtë kohë për të rritur shpirtërisht. Shigjetari. I dashur shigjetar, ti po kujtohesh se disa nga qëllimet e tua më të mëdha nuk mund të arrihen në izolim. Kontakto me liderin tuaj drejtues shpirtëror, bëj një takim apo bashkëpunim dhe thuaj po projekteve në grup. Njerëzit me të cilët të rrethohesh tani po të ndihmojnë në formosimin e kapitalit tënd të ardhshëm. Për sa i përket dashurisë dhe marrëdhënieve, qëndroj pranë njerëzve që i beson në datat 20 dhe 21 korrik. Mënyra si e menaxhon shtëpinë dhe si i trajton personat më të afërt do të përcaktojë stabilitetin që po ndërton. Besoj instinkteve të tua. Më 23 korrik, Merkuri largohet nga retrograda dhe hyn në rrugën e tij direkte, duke ndihmuar që bisedat të rëndësishme në çift dhe në marrëdhënie intime të ecin përpara me më shumë qartësi. Qëndroj pranë njerëzve të dashur në datat 24-25 korrik. Largoj gjërat që nuk funksionojnë më. Puna dhe karriera. Në pjesën e dytë të javës, shpirti yt aventurier kthehet plot energji. Sezoni i luanit që nis më 22 korrik aktivizon sektorin tënd të udhëtimeve, edukimit, zgjerimit së bashku me planetin tënd udhëheqës. Ky është një nga tranzitet më eksitues për ty në 12 vjet. Ai të bën të mendosh që ti ëndërron me guxim dhe mos i thuaj vetes jo për mundësi që të ndezin shpirtin. Është një kohë shumë e mirë për të shkruar apo për të nisur një trajnim të ri. Financat dhe paratë, marrëdhëniet me institucionet, çështje ligjore apo të parave duhet të trajtohen me shumë kujdes në datat 22-23 korrik. Për të garantuar sigurinë tënde financiare, merr kontrollin në dorë dhe mos lejo dikë tjetër të vendosë për ty. Jupiteri do të zgjerojë mundësitë e tua përmes fitimeve, projekteve që lidhen me njerëz të tjerë dhe fushës së tregtisë. Rregulloj financat dhe bëj një listë të bekimeve tua. Për sa i përket shëndetit, aktiviteti fizik dhe optimizmi janë jetik për ty. Ndaj ti do t'i kryesh këto në këtë javë. Dielli do të jap mundësi të shkëlqyera për të udhëtuar për të zgjeruar horizontet. Por nëse nuk udhëton dot larg, bëhu turist në qytetin tënd. Eksploro përmes filmave, bisedave me njerëz të rinj, librave e të tjerë. Kjo do të mbajë mendërisht të shëndetshëm. Në fundjavë, bëj pak kujdes nga ngarkesat e tepërta. Ato të shkaktojnë jo vetëm lodhje fizike, por dhe stres. Britsjapi. Britsjap, duhet të përmirësosh një plan, të rregullosh prioritetet dhe të bësh një bisedë të rëndësishme me dikë në pozicion drejtues. Progresi po ndodh, ndaj ki besim tek vendimet e tua. Në 23 korrik, Merkuri ecën në ecje direkte në sektorin e marrëdhënieve, duke të sjellë një qartësi të shumë pritur pas disa javësh me sinjale të përziera apo kthime pas në të kaluara. Bisedat bëhen më të lehta dhe keqkuptimet fillojnë të zhduken.
Për më tepër, afërdita po të inkurajon të eksplorosh botën me partnerin. Megjithatë, mendimet për vete mbaj, sidomos në datat 24-25 dhe thjesht vëzhgo dhe mos u hap shumë. Ajo që do të zbulosh do të ndihmojë të lundrosh në situata emocionale që mund të kushtojnë shtrenjtë nëse nuk trajtohen me kujdes. Romanca është në rritje. Puna dhe karriera. Marsi i zjarrt për të shtyrë të punosh shumë dhe ti ndjen një krenari të madhe për arritjet e tua. Përdore urtësinë, përvojën dhe lidhjet e tua besnike për të bërë zgjedhje të mira, sidomos në fillim të javës. Mos lejo emocionet të marrin drejtimin, sepse do ta kesh të vështirë të tërhiqesh mbrapsht aty ku duhet. Ti mund të bësh magji në datat 22 dhe 23 korrik, pasi pozicionohesh në një midis që të inkurajon të ndash idetë dhe si ti përdorësh aftësitë e tua për të përmbushur ëndrat. Për sa i përket financave, sektori i luanit që nis me 22 korrik aktivizon zonën tënde të financave të përbashkëta me Jupiterin në këtë tranzit. Ai të hap dyer për mbështetje të mëdha financiare, për kredi të favorshme apo investim që do të zgjas gjatë gjithë vitit. Kujdesi yt ndaj parave dhe burimeve të ardhurave do të jetë i lartë, por bëj kujdes në fundjavë me shpenzimet që vijnë nga vendimet impulsive emocionale. Për sa i përket shëndetit dhe mirëqenies tënde, përqendro më shumë tek projektet e vetëpërmirësimit në vend që të përpiqesh të ndryshosh njerëzit e tjerë. Zgjidh në plan të parë paqen, dashurinë dhe mirënjohjen përballë çdo negativiteti. Ky muaj sjell një intensitet të ri pasional që do të njohësh ty më mirë me nivelin tënd psikologjik. Ruaj energjinë tënde dhe mos u përfshi në konflikte që nuk të përkasin. Ujori. I dashur ujor, nëse ke ëndërruar që të nisësh diçka, të udhëtosh diku, apo të zgjerosh horizontet në çfarëdo lloj mënyre, kjo javë të kërkon të bësh një hap konkret drejt saj. Nuk ke nevojë të shohësh të gjithë shkallët për të bërë hapin e parë. Momenti i duhur krijohet duke lëvizur. Pjesa e dytë e javës të sjellë një energji të mrekullueshme në marrëdhëniet e tua. Sezoni luanit që nis me 22 korrik aktivizon zonën e partneritetit. Kjo është një nga periudhat më me fat për më shumë se një dekadë për dashurinë, bashkëpunimet dhe lidhjet kuptimplota. Pasioni dhe romanca janë të bekuara. Megjithatë, mbrohu nga tensionet në datat 24-25 korrik. Ajo që fillon si diçka miqësore mund të kthehet shpejt në sherr nëse e lexon situatën gabim apo ambientin ku ndodhesh. Për një muaj rresh, Mërkuri në prapavi krijoi rrëmuj dhe vonesa në punë, gabime, prishje, pajisje e të tjera. Por lajmi i mirë është se kjo javë mori fund. Me 23 korrik, Mërkuri kthehet në ecje direkte duke të ndihmuar të gjesh sërish ritmin në përditshmëri. Ushtro pak presion aty ku duhet. Në fillim të javës do të kesh gjetur një mënyrë për të ulur kostot. Një perspektivë pune do të tingëllojë më mirë se sa e mendon. Përgatitu të negociosh për veten dhe çdo gjë merre me shkrim. Për sa i përket anës financiare, kjo javë vjen me dhurata, favore dhe mundësi të mira nga të tjerët. Është një kohë e shkëlqyer për të kërkuar një hua kredi bankare pasi hyjet janë në anën tënde. Ana sjelltash. Ana negative e ndryshimeve mund të shfaqet në datat 22 dhe 23 nëse ke neglizhuar detajet financiare ose ke lejuar që zhgënjimi të udhëheqë. Përqendrohu tek një menaxhim i zgjuar. Për sa i përket shëndetit dhe mirëqenies, kujdes, po harxhon më shumë energji dhe ke nevojë për më shumë gjumë dhe pushim. Respektoje trupin tënd. Shpenzo më pak kohë duke u shqetësuar për gjërat që nuk mund t'i ndryshosh dot dhe kalo më shumë kohë me ato që të bëjnë të lumtur. Të gjitha këto ndikojnë në shëndetin tonë. Sporte konkurruese, aktivitete me fëmijët dhe daljet argëtuese do të rikthejnë gjallërinë. Peshqit. Pozicioni i yjeve aktivizon zonën e transformimit dhe shërimit emocional.
vendimet financiare apo dinamikat e marrëdhënieve do të kërkojnë vëmendjen tënde, por mos u mbi ngarko. Ti po bëhesh shumë i ndërgjegjshëm se ku dhe kush po investon në energjinë tënde. Çdo kufi i shëndetshëm që vendos tani krijon më shumë hapësira për jetën që po ndërton. Më 23 korrik, Mërkuri rikthehet në ecje direkte në Gafore, duke sjellë një hov të ri në jetën tënde romantike. Romanca ndihet më e lehtë, gëzimi bëhet më i prekshëm. Me Afërditën, së bashku marrëdhëniet e tua do të jenë të shkëlqyera dhe do të duan të gjithë të qëndrojnë pranë teje. Datat 24-25 korrik, mos lejo që të nxitësh debate që ndoshta do të bëjnë keq për veten. Mbroje vlerësimin që ke për veten dhe qëndro larg njerëzve toksik. Për sa i përket punës dhe karrierës, kohët e fundit ke patur pak kohë për të shlodhur, por tani fokusi po zhvendoset tek puna. Në 4 javët e ardhshme do të jesh produktiv. Ky është shansi yt për t'i treguar botës se çfarë mund të bësh. Sezoni i luanit nis më 22 korrik dhe aktivizon sektorin e punës dhe energjisë tënde. Në datat 22 dhe 23 korrik, shfaqen aftësitë dhe përvoja juaj në eventet sociale. Për sa i përket financave, vendosi paratë dhe gjërat e tua me vlerë në një vend të sigurt, sidomos në fillim të javës. Mos beso shumë tek të tjerët për të bërë atë që është më e mirë për ju. Përdore inteligjencën dhe analizo faktet dhe shifrat për të parashikuar lëvizjen e radhës. Kjo do të ndihmojë të shmangësh çdo lloj mashtrimi apo skeme të pasigurt. Puna e palodhur e kësaj periudhe do të kthehet shpejt në stabilitet ekonomik. Për sa i përket shëndetit dhe mirëqenies, tranziti i Jupiterit do të përmirësojë ndjeshëm shëndetin dhe gjendjen tuaj fizike. Përdore këtë periudhë për të krijuar një stil jete që mbështet qëllimet dhe veprimet e tua. Në fundjavë, ndalu, relaksohu, rigjeneroj energji dhe rishiko planet e tua afatgjata. Mos prit momentin perfekt për të dashuruar apo për të krijuar. Energjia të fton të veprosh pikërisht tani. Ju urojmë të gjithëve që të keni një javë sa më të mbar.